Përshëndetje, ja ku jemi sërish në një video tjetër, ku do të kujdesemi për lëkurën. Pra, si që mund të shikoni, video do t'i dedikohet të bukurës, këshillave për lëkurën, ku do t'ju tregoj një maskë për zvogëlimin e poreve, nëse e keni parasysh prisni pak të marrë një portokall. I kisha frutat këtu afër dhe më kujtua direkt. Pra nëse lëkura juaj, unë do t'ju ledhe ndonjë foto ilustruese, duket kështu në momentin që sapo e keni larë ose kur vendosni make-upin dhe ato poret janë shumë të zmadhuara dhe fondatina hyn brenda në ato gropëzat e poreve, unë do t'ju rekomandoja që të provonit maskën që do t'ju tregoj sot. Do t'ja u tregoj për 3 tipe lëkure, pra jo të gjithë mund të përdorim të njëjtën maskë, kështu që kam menduar për të gjithë ju. Do të kemi maskën për çdo tip lëkure, do të kemi maskë për lëkurë të ndryshme dhe maskën për lëkurën e thatë. Por përpara se të nisim me maskat, dua t'ju jap një këshill shumë të rëndësishme që s'duhet të harroni kur, jo vetëm për këto maska që do ju tregoj unë, por për çdo produkt ose maskë që e përdorni për herë të parë në lëkurën tuaj. Bëni një test alergjie tek dora ose mbrapa veshit për të parë nëse keni alergji, pra nëse lëkura juaj do të reagojë keq pasi këtë maskë ju mund ta lini 15 minuta. Nëse ju do të shihni që aplikoni maskën për 15 minuta dhe pas kësaj kohe do të keni skuqje, irritime, pra do të keni reagim në lëkurë, reagim jo të mirë, atëherë nuk do ta aplikoni në fytyrë. Nëse s'do të keni asnjë reagim, aplikojeni sepse ja super vlen. Pa humbur kohë, filloj me maskën e parë për zvogëlimin e poreve, për çdo tip lëkure, madje edhe për lëkurat e ndjeshme. E ndjekim! Për këtë maskë do të na duhet një lugë gjelle me kos dhe një lugë e vogël me mjalt. Do t'i përziej mirë derisa të bëhet një masë homogjene dhe maska është gati. S'mngelet gjë tjetër vetëm se ta aplikoj. E aplikojmë në të gjithë lëkurën, nuk duhet të harrojmë që lëkura duhet të jetë e pastruar mirë, pra e larë, dhe më pas ta aplikojmë. Duhet të tregojmë kujdes me zonën e syve, pra duhet të aplikuar një gisht më poshtë se sa zona e syve, dhe kështu pra edhe tek pjesa e ballit, tek pjesa e faqeve, do dalem derisa të thahet mirë, për rreth 10 deri në 15 minuta, dhe më pas do ta shplajmë me ujë të vakët. Përsëriteni një herë në javë. Kjo maskë pastron poret në mënyrë të butë, i bën të duken më të vogla, e hidraton lëkurën, por ju mos harroni që të vendosni sërish krem hidratues, që të son skuqje dhe irritime dhe jep ndriçim natyral. Mirupafshim lëkura si portokall. Kjo pra ishte maska për çdo tip lëkure, madje edhe për lëkurë të ndjeshme. Provojeni dhe më thoni si do t'ju duket. Ndërkohë do të vazhdojmë me maskën e dytë, maska për zvogëlimin e poreve në një lëkurë të yndyrshme. Na duhet një e bardhë veze, të cilën do ta rahi mirë, gjithashtu mund të shtojmë 2-3 pika limon sepse bën shumë mirë, por nëse keni lëkurë të ndjeshme si unë, nuk duhet ta shtoni sepse nuk bën mirë limoni. Do ta aplikojmë në të gjithë lëkurën, si gjithmonë jo shumë afër zonës së syve, dhe do të presim kështu rreth 10-15 minuta, dhe më pas do ta shplajmë me ujë të vakët. Kjo maskë shtrëngon përkohësisht poret, ul yndyrën e tepërt, jep efekt lifting. Ju mos harroni të aplikoni dhe kremin hidratues pas maskës. Gjithashtu kjo maskë ndihmon dhe në kontrollin e shkëlqimit. Përsëriteni këtë maskë një herë në javë nëse keni lëkurë me yndyrë. Ja pra, kjo ishte një maskë që do ju ndihmoj shumë ju që keni lëkurën me yndyrë, përveç se do t'ju ndihmoj në zvogëlimin e poreve, do t'ju ndihmoj dhe në balancimin e yndyrës në lëkurën tuaj. Dhe maska tjetër, maskë për zvogëlimin e poreve në lëkurën e thatë. Na duhet një lugë gjelle me avokado, të cilën e shtypi mirë, dhe më pas do të shtojmë një lugë të vogël me mjalt. Do t'i përziej mirë derisa masa të bëhet homogjene, dhe pasi masa është gati do ta aplikojmë në fytyrë. Mos harroni që këtë maskë ta përsërisni një herë në javë nëse keni lëkurë të thatë, sepse do ju ndihmonte shumë. Nisi me aplikimin e të gjithë maskës në fytyrë, mos harroni që tek pjesa e zonës së syve duhet të aplikohet pak më larg, pra jo shumë afër zonës së syve, dhe kështu do të presim derisa të aplikohet e gjitha, do ta mbajmë rreth 15 minuta në fytyrë. Në momentin që thahet mirë maska, do ta shplajmë dhe do të vendosim kremin hidratues. Kjo maskë hidraton thellë lëkurën, ushqen dhe zbut lëkurën e thatë, ndihmon që poret të duken më të vogla dhe përmirëson elasticitetin e lëkurës. Shikoni si shkëlqen lëkura. Ja pra, kjo ishte edhe maska për lëkurën e thatë. Ja u sugjeroj ta përdorni sepse përveç se i zvogëlon poret, e hidraton lëkurën në thellësi, kështu që provojeni. Kjo ishte video, nuk e di si ju është dukur, unë jam duke i shijuar shumë këto videot me këshillat për bukuri, me maska, kështu që ju ftoj të lini një like në këtë video për të motivuar që të bëjmë video të tjera, gjithashtu një koment se çfarë tipi lëkure keni ju dhe se çfarë problematikash keni. Unë base do të zgjedh 2-3 komente dhe në videot e ardhshme do të aplikoj maska që do t'ju ndihmojnë ju me problematikën e lëkurës që keni ju. Mos harroni që lexoj çdo koment gjithmonë, edhe pse s'kam kohë të kthej të gjitha, por ta dini që ju lexoj. Dhe mos harroni diçka shumë të rëndësishme,
ardhshme që ju e dini shumë mirë, ju dua shumë. Paçi!